8 dhjetori 2025. 6 shenjat e zodiakut do të notojnë në pasuri, por ka një sekret që 99% e njerëzve e injorojnë. Nostradamus kishte të drejtë. Përshëndetje shpirtra të zgjuar. Nëse je këtu sot, nuk është rastësi. Universi të ka sjell pikërisht në këtë moment. Nostradamus, profeti më i madh i të gjitha kohërave, ka lënë një parashikim që po fillon të materializohet mu tani në vitin 2025-2026. Ai foli për një cikël të madh kozmik ku 6 shenja të zgjedhura do të hyjnë në një periudhë pasurie të papar, por jo thjesht pasuri materiale, po flas për rrjedha të pafundme parash, mundësi që bien nga qielli, dhe një ndjenjë sigurie financiare që shumica e njerëzve vetëm e ëndërrojnë. Por ka një kapje të madhe, një sekret që edhe vetë Nostradamus e dinte. Fati nuk vjen vetë. Ai duhet të aktivizohet. Dhe sot do të zbuloj saktësisht si ta bësh këtë, qoftë nëse je një nga 6 shenjat e bekuara apo edhe nëse nuk je. Sekreti i madh, ligji i tërheqjes. Le të fillojmë me të vërtetën absolute që ndryshon gjithçka. Universi nuk të dëgjon fjalët që thua, ai dëgjon vibrimin që lëshon. Nëse ti lutesh të lutem më jep para, universi dëgjon vetëm mungesën dhe të jep edhe më shumë mungesë. Por nëse ti ndihesh sikur tashmë je i pasur, sikur llogaria jote bankare rritet çdo ditë, sikur faturat paguhen vetë, atëherë universi të jep saktësisht atë që ti po ndjen tashmë. Kjo quhet ligji i tërheqjes. Është ligji më i lashtë dhe më i fuqishëm në ekzistencë. Dhe pikërisht tani, në këtë cikël të ri kozmik që Nostradamus parashikoi, ky ligj është 1000 herë më i fuqishëm për 6 shenja të caktuara. Si ta aktivizosh menjëherë ligjin e tërheqjes? Para se të tregoj cilat janë këto 6 shenja, dua që të mbyllësh syt për një sekond. Imagjino llogarinë tënde bankare me 6 ose 7 shifra. Ndjej aromën e makinës së re, ndjej ndjesinë kur hyn në shtëpinë e ëndrave. Ndjej lehtësinë kur i jep prindërve, fëmijëve, miqve pa menduar 2 herë. Tani hap syt. A e ndjeve atë ndjenjën në kraharor? Kjo është energjia që tërheq pasurinë. Çdo ditë për 30 minuta ulu në një vend të qetë dhe jeton në atë realitet sikur ka ndodhur tashmë. Mos thuaj do të doja të kisha, thuaj faleminderit që tashmë e kam. Ky është qelësi që 99% e njerëzve e injorojnë dhe pse ata mbeten gjithmonë duke pritur. Shenja nr. 1, peshorja, Libra. Dhe tani ja ku fillon magjia. Shenja e parë që Nostradamus e pa në vizionet e tij është peshorja. Nga data 23 shtator deri 22 tetor. Peshorja këtë herë nuk do të ketë thjesht disa para ekstra. Do të ketë një rrjedhë konstante të pandërprer parash që do të hyjë pa shpjegim logjik. Mund të jetë një investim i vjetër që shpërthen papritur, një ofertë pune që paguan 3-4 herë më shumë, ose thjesht para që vijnë nga burime që ti as nuk i imagjinon dot. Por kujdes, peshorja ka tendencë të hezitojë. Mos e bëj këtë gabim tani. Çdo mundësi që të vjen këtë periudhë, thuaj po menjëherë. Universi po të teston. Shenja nr. 2, gaforja. Shenja e dytë është gaforja. 21 qershor, 22 korrik. Për ty, gafore, pasuria do të vijë si shpërthim. Nuk do të jetë gradual, do të jetë brenda natës. Shumë gëfor do të marrin lajme që do t'i lënë pa fjalë, një trashëgimi që nuk e dinin, një fitore në lotari, një pagesë bonus që është 10 fish më e madhe se të shpritej. Por ti, më shumë se çdo shenjë tjetër, duhet të aktivizosh fuqinë tënde të brendshme. Ti je shenjë uji, emocioni yt është magnet. Nëse ti ndihesh i sigurt dhe i dashur, paraja do të ndjek kudo. Shenja nr. 3, Luani. Luani, mbreti dhe mbretëresha e zodiakut. 23 korrik, 22 gusht. Për ty nuk do të jetë thjesht para, do të jetë fam para. Do të fillosh një udhëtim të thellë vetë zbulimi që do të çlirojë karizmën tënde të vërtetë. Disa luan do të hapin kanale në YouTube, TikTok ose biznese online dhe brenda pak muajve do të kenë të ardhura që i kalojnë edhe ëndrat më të çmendura. Por luani duhet të punojë me egon. Nëse ti e ndjen veten mbret tashmë, universi do të kurorëzojë vërtet. Shenja nr. 4, akrepi. Akrepi shenja më intensive dhe më e fuqishme. 23 tetor, 21 nëntor. Për ty kjo është periudha e zhbllokimit total. Çdo pengesë financiare që ke pasur në 5-10 vitet e fundit do të shpërbëhet si tym. Disa akrep do të marrin pagesa të mëdha, borxhesh që i kishin harruar të tjerë do të gjejnë investime që rriten 1000%. Por sekreti yt është falja. Fal çdo kënd që të ka dëmtuar financiarisht në të kaluarën. Sa pelo të bësh këtë, dera e pasurisë hapet vetë. Shenja nr. 5, Bricjapi. Bricjapi, punëtori i palodhur i zodiakut. 22 dhjetor, 19 janar. Ti ke punuar vite të tëra pa pushim dhe tani po vjen shpërblimi qiellor.
Të gjitha ato orë të gjata, ato sakrifica, ajo disiplinë do të kthehen në miliona. Shumë britsjap do të marrin promovime të papritura, do të hapin kompanitë e tyre, ose do të shesin diçka që e kanë ndërtuar me vite. Ti je shenja që do të ketë pasurinë më të qëndrueshme dhe afatgjat nga të gjashtë. Shenja nr. 6, Demi. Dhe së fundi. Demi. 20 prill, 20 maj. Ti je shenja që pritet të ketë pasurinë më të madhe absolute. Flas për vila, makina luksoze, llogari bankare që nuk mund t'i numërosh dot. Demi ka një lidhje të veçantë me Venusin, planetin e paras dhe lukso. Gjatë këtij cikli, Venus do të jetë në pozicionin më të favorshëm në 500 vitet e fundit për ty. Por ti, Demi, duhet të dalësh nga zona e komfortit. Bëj atë hap që ke frikë ta bësh hap atë biznes, investo, thuaj po asaj mundësie. Pasuria jote është aq e madhe sa mund të ndryshosh breza të tërë. Çfarë nëse nuk je në listë? Për të gjithë të tjerët. Tani ndalu një sekondë. Ndoshta po ndjen një lloj zhgënjimi të vogël në kraharor. Po mendon. Ok. Peshorja, gaforja, luani, akrepi, bricjapi, Demi, por unë jam dash, unë jam binjak, unë jam shigjetar, ujor, pesh, bilgjeresh, çfarë bëj unë tani? A jam lënë jashtë nga fati? Dëgjoje mirë këtë të vërtet që do të ndryshoj gjithçka për ty. Ti nuk je kur jashtë. Nostradamus foli për 6 shenja sepse në atë cikël specifik energjia kozmike është si një lum i madh që rrjedh më fuqishëm drejt këtyre 6 kanaleve. Por ti ke fuqinë të hapësh një kanal akoma më të madh vetë. Sepse ti je krijuesi i realitetit tënd. Unë personalisht njoh njerëz që ishin binjak, dash, shigjetar, bilgjeresh dhe sot jetojnë në vila me pishin, udhëtojnë me avion privat dhe kanë bizneset që u sjellin miliona çdo vit pikërisht sepse e kuptuan një gjë. Ligji i tërheqjes nuk ka nevojë për leje nga yjet. Yjet vetëm e lehtësojnë. Por ti mund ta bësh edhe pa lehtësinë e tyre. Ja çfarë duhet të bësh ti që nuk je në listë dhe në fakt kjo është teknika më e fuqishme që ekziston. Pranoje mungesën e listës dhe ktheje në avantazh. Thuaj me zë të lartë tani. Faktin që nuk jam në atë listë do të thotë që unë nuk kam nevojë për ndihmën e yjeve sepse fuqia ime është edhe më e madhe se e tyre. Kjo fjalë e vetme e ndryshon të gjithë vibrimin tënd. Rituali 33 ditori i zëvendësimit të fatit vetëm për ju që jeni jashtë listës. Për 33 ditë rresht, numri 33 është numri më i fuqishëm i manifestimit. Çdo mëngjes, sapo zgjohesh, shkruaj me dorë 33 herë fjalinë. Unë jam përjashtimi i bukur që bëhet milioner pa qenë në listën e Nostradamusit. Çdo mbrëmje para gjumit vizualizo për 17 minuta, jo 30, por 17, sepse 17 është numri i papritur i suksesit, veten duke treguar historinë tënde. Unë nuk isha në atë listë të famshme dhe ja ku jam sot, më i pasur se shumica që ishin. Formula e zilisë së shëndetshme. Çdo herë që sheh dik nga 6 shenjat që po fiton para të mëdha, mos u mërzit. Thuaj menjëherë. Faleminderit që ma tregon se edhe unë mund ta kem dhe unë do ta kem edhe më shpejt dhe më shumë. Kjo e kthen zilin në karburant për manifestim. Veprimi i çmendur që duhet ta bësh patjetër. Ti që je jashtë listës, universi të kërkon një akt besimi më të madh. Brenda 7 ditëve të ardhshme bëj diçka që të tremb financiarisht, hap atë faqe interneti që e shtyn prej vitesh. Investo një shumë që të bën të djersitësh pak. Shkruaj atë libër, krijo atë kurs online, fillo atë kanal YouTube. Universi do ta shohë këtë akt dhe do të thotë, ok, ky është serioz. Ja ku i ke milionat. Unë të premtoj një gjë me gjithë shpirt. Disa nga njerëzit më të pasur që do të dalin nga ky cikël 2025-2027 nuk do të jenë nga 6 shenjat e listës. Do të jenë pikërisht të i dhe të tjerët që e morën këtë mesazh dhe thanë. Në rregull, nëse nuk më zgjodhen yjet, atëherë unë zgjedh veten. Shkruaj tani poshtë në komente. Unë jam përjashtimi i bukur që do të bëhem më i pasuri nga të gjithë. Dhe shiko si brenda 72 orëve fillojnë të vinë shenjat e para. Ti nuk je lënë jashtë. Ti je zgjedhur të tregosh botës që fuqia e vërtet nuk ka nevojë për lista. Tani vazhdo dhe bëje të nden këtë periudhë. Sepse pasuria nuk të pret ty. Ti je ai që do ta kapësh për flokësh dhe do ta bësh të nden për gjithmonë. Ushtrimi 30 minutësh që ndryshon gjithçka, shpjego hap pas hapi. Dua të jap tani ushtrimin e saktë që përdorin njerëzit më të pasur në botë, edhe pse nuk e pranojnë, gjej një vend ku askush nuk të pengon. Uluni rehati, mbyll syt. Merr 10 frymëmarrje të thella. Imagjino një ekran të madh para teje. Në atë ekran shiko veten një vit nga sot, ku jeton, çfarë makine drejton, sa është bilanci në bankë, si ndihesh. Ndjej emocionet, gëzimin, lehtësinë, mirënjohjen. Thuaj 10 herë, kjo është realiteti im tani. Faleminderit. Hap syt dhe vazhdo ditën sikur gjithçka ka ndodhur tashmë.
Bëje çdo ditë për 30 ditë rresht. Pas ditës së 21 do të fillosh të shohësh shenja të çmendura sinkroniciteti. Përfundimi emocional. Nostradamus e dinte. Universi e di. Dhe tani ti e di. Pasuria nuk është për pak të zgjedhur, është për ata që zgjedhin të ndjejnë pasuri të parë. Nëse je një nga 6 shenjat urime, dera është hapur. Nëse nuk je, ti vetë je çelësi për ta hapur atë derë. Shkruaj në komente cilën shenjë je dhe çfarë do të bësh sot për të aktivizuar ligjin e tërheqjes. Dhe mos harro të shtypësh like dhe subscribe me zile, sepse çdo javë do të publikoj parashikime të reja që mund të bëjnë milioner. Faleminderit që ishe këtu. Ti je i destinuar për madhështi. Shihemi shumë shpejt të pasur dhe të lumtur.